kanë pasur të gjithë këta halat kontribut në Partinë Demokratike dhe i detyroi Partia Demokratike të gjithëve. Partia Demokratike si detyrohet asnjërit, por një pakt. Jo, ka nga ato parti të cilat Partia Demokratike. Po ndoshta Partisë së Lirisë detyroheshin diçka. Aty duhet dalë. Ndoshta edhe Partisë së zotit Mediu për kontributin edhe për kontaktet që zoti Mediu ka pasur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe për votat që ka Partia Republikane. Për votat patjetër, po më shumë për pjesën e parë dhe për atë kontribut. Gjithmonë e kanë nxjerrë një mandat Partia Republikane duke dalë në vete. Edhe e kanë nxjerrë në fundit në 2009-ën, më pas në çdo proces të mëpasshëm zoti Mediu është strehuar në thonjza tek 2017 është detyruar Ardi të strehohet se ne kalum çdo limit në regjistrim zgjedhje. Patjetër nuk po ashtu ndyri se ishin në ndru kodi elektoral, po ata kanë garuar në 2013, në 2005, kur do Partia Republikane gjithmonë ka provuar. Në asnjë moment nuk po i mohoj kontributet dhe vlerat e Partisë Republikane, madje edhe si një nga partitë më të vjetra dhe historike të 34 vite, qarta zgjedh djath, por në gjykimin tim, nëse do ma prano, nëse do mos ma prano, për mendimin tim, zoti Mediu apo Partia Republikane, atë vend që e ka marrë në listat e sigura të Partisë Demokratike, e meriton më së tepërmi për kontributin dhe ndihmën që i ka dhënë zotit Berisha dhe Partisë Demokratike me kontaktet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Senatin Amerikan. Këto pastaj mund ta përkthejmë si duam. Aleat që nuk duhet ishin në vend të sigurt. Që nuk duhet ishin ka sa duash. Unë për shembull kam objeksionet e mia për aleancën që ka bërë Partia Demokratike me Partinë për Drejtësinë, Integrim dhe Unitet. Pse e them këtë? E them këtë sepse qartazi PDU në këto 4 vite ka qenë një parti majoritare, nuk ka qenë një parti opozitare. Ne kemi parë që në mes të aksionit të opozitës në parlament, deputetët e PDU-s bashkonin votat, Po njësoj si 2013 socialistët nuk donin që të kisha aleancë me LSI-n. Vetëm ta them këtë. Në mes të aksionit opozitar, ku në pamundësi Partia Socialiste për të zhvilluar seancat plenare, dikush e bënte mundësonte quorumin e nevojshëm? Deputet të PDU-s që sot i kene listë. PDU-ja, me gjithse kjo s'është e vërtet, PDU-ja mund këtë qenë dhe në koalicion me PS-n. Po e marë, mund këtë pas dhe ministri. Po ti po bën një loj gare elektorale. Mundoj këtë fjali dhe për këta lloj deputetësh, që se pyetja që në ngriti pranverën fillim, a e meritoni të gjitha aleatët të ishin rishë dhe po patjetër që është e dhimbshme se për këta lloj deputetësh, për këtë lloj sakrifice që është bërë për koalicionin, ti ke djegur deputet me kontribute që ti kanë dhënë tonit opozitës në parlament si Rida Tabaku. Ti ke djegur personalitete që i ke djegur në thonjza që i ke lënë listë hapur. Ti ke djegur personalitete si Ilir Ali Mehmeti që kur është afruar në Partinë Demokratike i ka bërë nder e saj. Në thonjza ti ke djegur të rinj premtues si Grigel Smuçollari, si Eni Kadiu,